Përshëndetje miqtë e mi, ju uroj të gjithë të keni një muaj sa më të bukur, na erdhi edhe zyrtarisht vera, po ne prindrit nuk e dim se si duhet ndihemi tani, a jemi të gëzuar që po fillojnë pushimet apo pak të mërzitur sepse na duhet gjatë gjithë kohës që të gjejmë aktivitete për të aktivizuar fëmijët tanë tani që mbaron shkolla. Kam përshtypjen zgjidhja më e mirë patjetër që janë kampet, që gjithmonë më shumë po bëhen popullore edhe në Shqipëri. Por një nga programet më të mira që unë kam lexuar sa i përket kampeve këtë vit ka qenë nga Tirana Training Center. Më ka pëlqyer shumë kombinimi i argëtimit me edukimin, edhe përfshirja në gjuhën angleze, duke qenë se është një kamp që organizohet i gjithi edhe stafi është ndërkombëtar. Po thoya që janë staf ndërkombëtar edhe kanë një eksperiencë shumë të mirë sa i përket kampeve për fëmijë. Është viti i 8 që organizohet në Shqipëri në fakt. Të gjithë fëmijët mund të bëhen pjesë nga mosha 4 deri në 15 vjeç, sigurisht me programe të dedikuara për grup mosha të ndryshme. Ka gjithçka brenda, duke filluar nga kënga, nga kërcimi, nga aktrimi, krijimtaria artistike, ka gjithashtu aktivitete të tjera për piknik, vajtje në plazh, në pishina, në mal, organizohen aktivitete të tjera si gara, po themi, që i bën shumë mirë fëmijëve për të bashkëpunuar me njëri tjetrin, po edhe për të krijuar shoqëri të reja, sa shumë e rëndësishme edhe kjo për fëmijët tanë. Domethënë ka gjithçka aty brenda, gjithçka është në gjuhën angleze. Jo se fëmijët tanë nuk dinë anglisht, në fakt për fat mirë të gjithë dinë, po e praktikojnë akoma më tepër duke u argëtuar në të njëjtën kohë. Kështu që ky ishte një nga programet që mua më bëri më shumë përshtypje në fakt dhe më pëlqeu më shumë. Kampet janë një alternativë shumë e mirë tani në pushimet verore që ti aktivizoni fëmijët tuaj. Unë çdo vit arborin e çoj në kamp. Ky ishte një nga programet që pëlqeva më tepër këtë vit. Unë ju a thash ndoshta pak vonë, megjithatë do ju a lë këtu emrin e faqes që ju të interesojeni për detaje të tjera nëse doni të dini diçka më shumë nga sa ju thash unë, por nxitoni sepse vendet janë të limituara. E di që ju a thash vonë, po ka akoma pak kohë, kështu që uroj të shihemi të gjithë atje. Ne prindrit kur t'i çojmë me t'i marrim, ata do kënaqen. Ata janë më të rëndësishmit, fëmijët tanë. Shumë puthje për ju.